Sher, hajde të shohi e të na ndjekin edhe të tjerët. Kemi me fol biseda të mira, një nga një. Dashuria e Zotit është zjarr që djeg atë që bie në të. Pra unë kur jam dashurun, ty jam djeg si zjarr, si ajo flutra, krejt me kri, me krejta. Përzita është dashuria e Zotit, është përzime dashurin njerëzore. Ama ajo ka qenë dashuria e Zotit që mu më ka djeg për ty. Gjithmonë një kanë të shtu. Kanë lyp 3-4 veta, po 3-4 vetat kanë lyp, po unë e të ku marrë. Pse? Ti ku marrë fru kushtet ma të mira. Drita e Zotit ndes gjithë shka që shkëlqen. Edhe dhe një nga Rumi. Apo vazhdojmë, a jeni këtu? Po thot, çfarë do që të them dashurin për ta shpjeguar, ndaj dashurisë së vërtet mbetem i turpëruar. Pra çfarë do që të them dashurin për ta shpjeguar. Pra njeri tenton me shpjegu dashurin, po veç turpërohet, jo kështu është, jo ashtu është. Ti e qafiri madh. Blok, Adrian, që të kush i fol fjallën qafir se ka vendin këtu, se me merë gjunahet, se po mëdhimet. Pejgamberi, sallallahu alaihi wa ali ka thonë, kur dikush i thot dikujve qafir, e pabesimtar, e ai ndoshta ai dikushi nuk është pabesimtar, beson në Zotin, atëherë krejt gjunahet e atij i shkojnë te ai që i thot tjetrit qafir. Prandaj, mos t'i mushim me gjunahe, se na jemi musliman, na jemi besimtar, nuk jemi qafira kërkush. Kush thot qafir me njëherë, bloka, jo mjute. Edhe që to janë farat CHI, që ashtu shkrun, CHI. Farat CHI mundeni mi ble në për markete, shikoni. Që qëtë forme kanë, edhe kur jeni ma të plokshtum, ose kur keni harxhu shumë energji, kalori, e merë një gotë ujë, normal, edhe një copë limon me pas harrova me marë, s'ka dert, edhe e lajmë këto një 20 minuta qështu, e pastaj këto farat bëmehen, edhe këto janë qaq të mira me dhënë energji kush ka plokshti, kjo e qonë njerin në kam. E kështu pra, tash po presim në 20 minuta. Vazhdojmë. Dashuria zgjon fuqit më të mëdha në shpirtin e njeriut. Dashuria zgjon fuqit më të mëdha në shpirtin e njeriut. Bravo. Një tjetër prej Ibn Skender, thot, ky Skenderbegi koka, dashuria kudo është dhimbje dhe vuajtje. Dashuria është kudo dhimbje dhe vuajtje. Shumë bukur. David, ju do t'jeni pas Luanit. Davidi është pas Luanit. Okay? Bernard Shaw, edhe njerë të lutëm, zemër të kam. Dashuria e parë nuk është gjë tjetër veç se pak budallallëk dhe shumë kuriozitet. Koko që kjo për mu, koka. Dashuria e parë. Budallallëk. Dashuria e parë nuk është gjë tjetër veç se pak budallallëk dhe shumë kuriozitet. Sabina, mos u kesh, që kjo jom kanon veç para. Sa vjet jemi bashkë, Luan? 40. 40. Shtator. Bravo me? 4 shtator. 4 shtator. Dashuria nuk është të shohim njëri tjetrin në sy, por të shohim të dy në të njëjtin drejtim. Pra dashuria nuk është të shohim njëri tjetrin në sy, por bashkarisht me ato sytë e bukura që i ke, me pa në një drejtim. Shumë e vështira. Ja, nuk është. Kush e ka thënë këto, pash zot? Exoperi. është një filozof. Zejni, Ngo tash Platoni, shka po Platoni është çka po di. E tash kështu. Dashuria është e vetmja sëmundje. Dashuria është e vetmja sëmundje nga e cila i sëmuri ndjen kënaqësi. Allah. Prandaj vetëm pak Luani. Gëzim, nuk na jemi të folë edhe për dashurim, kthe nuk ka Muhamedi.
në dashurinë si solucion, si emër, si komponent, në përgjithësi, nuk është dashuria e burrit edhe gruas apo të dashurit të dashës, po që për shembull, që të fundit, hajde edhe një herë thoje. Luan, të fundit, Dashuria edhe që është për Zotin. Dashuria është e vetmja sëmundje, nga e cila i sëmuri ndjen kënaqësi. A peshe, kur të smuesh me dashurinë e Allahut, çka do me të çu të lashën këtë jetë, ti je razi. Aleikum selam motra Zeynep. Falem Luani. Hajde edhe një, 2, 3, boni sabër. Shileri thot, Aha, qërin njoni që ka thënë Samir, bravo! Dashuria është kur merresh vesh vetëm me sy. Vetëm, merresh vesh edhe njerë. Si bora, zonja që në kam duket, s'është me nësi, nga Deutschland, dashuria është kur merresh vesh hiq pa fol. That's it. Shumë e bukur. o dashuri, Hajde shkruni edhe ju diçka për dashurin, hajde. o dashuri. Ti thuj urna, o dashuri, Urdhëro. sa e bukur dhe e shkurtër je. Ile. Po shkurt se ti, për shembull kur jemi kon të fejuma, rishim 4-5 orë, more kur kaloj kur u bo 5 ora, ma. Qu se du t'ja shku të shpia, se më thonë dherin të qu më prit, qu më thim kafën se po shkojmë të shpia. Vaca Luan është e shpreh dashurin që se ka shpreh para 4 vjetëve, po i rreh 40 vjetë, po i rreh zemra TikTok. Jo Vaca Luan, qa që mire ka shpreh dashurin, sa që dhe me këngë ma ka këndu. Ajde Luan, këngën e dashuris ma këndo. thonë të lutëm bëhugati se do të vi unë pas teje, hape moj dolapin, zgjedhe ti fustanin më të mirë. Nëse nëna nuk lejon, atër gjejve që të eksidi. Mos unë gut mos u shpejto, prit, gjetësa gjumin e ka plon. E tjera. Edhe një është shumë e bukur e lezet. Vetëm pak, zotri Luani, se kemi një frazë, një thënie shumë të bukur nga nonemi, dashuria është e vetmja fjalë, po ja gjetë arsyen pse je dashuruar, vetëm dashuri nuk është. Ua, tra filozofi. Vetëm dashuri, pse je dashuruar, vetëm dashuri nuk është. Po që ato për të thëmë parësit që thamë, dashuria e parë nuk është gjë tjetër veç se pak budallalëk dhe shumë kuriozitet. Nonem, shumë e bukur kjo, shumë e bukur. Kur ja gjen, do me thënë, e kuriozitet, po pra, kur ja gjen pse je dashuru, po pse mi dashuru? Mendo pak, pse mi dashuru? E ky Mad Max, po të mes juve dyve, ka një nur dhe dritë të regon e receptin. Thirët, qiltërsia. Nuri vjen vetëm prej zemrës edhe mendimeve të pastërta. Në zemrën e njeriut, kur rrin edhe Zoti, edhe urrejtja, Zoti ka thënë, unë e kam vendin të zemra e njeriut. Mos shkoni me lyp të gurë të qabës, pa e gjetë Zotin në zemrën tuaj. Prandaj thot, mos e mbushni zemrën e juaj me dashuri tjera, por kurse si mos e mbushni me urrejtje. Prandaj në momentin kur vendosesh që krejti njerëzit me i dasht, edhe të mirin, edhe të keqin, edhe të shëmtuarin, edhe të bukurin, urrejtja del nga zemra edhe rrin vetëm Zoti. E kur të rrin vetëm Zoti, thot Zoti, kur e du në robin tim, qka të prek dora jeme, ka me prek dora ti. Qka të sheh syni jem, ka me pa syni ti. E që dua një njerëzit, leni dashuri i Zotit, leni vend Zotit në zemrat e juja, e ka që pra. Adrian Kotreli ka thonë, dashuria fillon aty ku mbaron interesi. Bravo, Adrian. No, Adrian, ku mbaron interesi. Po, qka në që se ka dashuri pa interes? A ka dashuri pa interes?
Nuk ka. Që këtë tjetër që ka thot. Jo ka dashuri pa interes. Çdo send një që e bon vetëm për hir të Zotit, aty s'ka interes. Se unë për shembull ty nuk të kom marrë për ndaj far interesi. Po unë e kom pa që ti e hoq, ke qenë hoq, edhe Jo, dhe jam ende kom diplomën, sa dera. Ende diplomën e ki, po tash po mirësh me bizniset, damlat. Po, paret janë të ombla, e kanë aromën e bukur. Stakfirullah, aroma më qënë alergji. Prandaj, unë të kom pëlqy pse je një djali miri, hishëm ke qenë, po normal. Jam ende, tash jam ma simpatik. Pse ke kry me dresën, je kemi konë fakultete, jemi dashuru për hir të Zotit. Se kum ditë që nuk pinë alkohole, këndeje, edhe që kjo pra, dashuria me interes që shtë një dashuria është e vetmja që ky një tjetri, a e thamë të. Do më thënë, nuk ka dashuri pa interes. E a i këti Davidit jepja një vizit kartë në Dubai në shkon. Jo, ja jep ky Adriani, se s'u pesho. Ka dashuri pa interes, qof dashuria e fëmijës, qof dashuria e burrit, qof dashuria ndaj prindërve, faleminderit Isak. Qof dashuria ndaj shtëpisë, të gjitha këto janë dashuri pa interes, kur na e dojmë burrin për hir të Zotit. Kur burri e din që gruaja vet gabon, e din që gruaja vet për shembull nuk është krejt okej, por nuk e zbeh dashurin, edhe çdo send që e bën për gruan e tij, qoftë edhe e shturur me qenë, apo e kundërta, burri shumë raste nuk e meriton dashurinë e gruas, sepse e ka zbeh, e ka fy, e ka sha, e ka maltretu. Mirë po, gruaja e mirë, me shpresë se do të bëhet ma mirë, sepse burri i saj është babai i fëmijëve të saj. Prandaj, gruaja e mirë, edhe një gotë ujë që ja jep burrit, ajo thot, vetëm për hir të Zotit po i bëj hizmet këtij burri. Më ka rënë mend edhe një poezi këvëll. Për ndryshe, nuk e meriton. Shkoj Davidi. Faleminderit Shyret. Je shumë e shkathët, po zemra unë. Ja keni bitis vizëna? Shyretës. Shyret ja ka dhonë vizën Davidit. Ngoni knena. Që edhe një asi, të thash eja. Zemër të thash eja, dhim të zemrës ti tregoj. Po si me ti tregu? Se ti kur vjen, pre asaj dhomës në këtë dhomë, dhim të zemrës shkojnë. Hajde në muzikën të ashe, një moment. Hajde. Të thash eja. Të thash eja, dhim të zemrës ti tregoj. Po si me ti tregu, e dashura ime? Po si me ti tregu, gruaja ime? Po si me ti treguaj nona e fëmijëve të mi? E zhatë, ja, e prishe. Këto ko me bokat, prej fillimit. Prej fillimit edhe ndja, e prishe ti, mos jashto fjallët e tua. Ato agron, hajde me mbrojt se pa shanonë komongër dhe akson të që shpërdo. Hajde dhe njerë prej fillimit thuje pa intervenimet e tua fantastike. Hajde zemra. Ka me bo kur mund po vjen inspiracioni. E inspirimi të vjen, po edhe të shkon. Hajde. Okay. Të thash eja. Të thash eja, dhim të zemrës ti tregoj. Po si me ti tregu? Se ti kur vjen, dhim të zemrës shkojnë. Shumë faleminderit zotri Luan. Poezinë e burrit tem po i recitoj. Të thash eja, dhimbje të zemrës ti tregoj. Por si të ti tregoj kur ti vjen, dhimbje të zemrës mua më shkoj. That's it. Faleminderit që na dëgjut. Boll mos e bonëm hakaret se po na bëjnë katë kutë këtu. Përshëndetje. Përshëndetje.